Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet e fundit teksa kryeministri Edi Rama të bëri ndryshimet e tij në qeveri, ndryshime krejt befasishme, nisur edhe nga çështja e Belinda Ballukut. Por çfarë e pret tashmë tani e tutje Edi Ramën? Për të folur për këtë çështje, por e tematika të tjera, ne kemi të ftuar analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Merkoçi, çfarë po ndodh me Edi Ramën, i cili bëri këto lëvizje në qeveri, teksa duket sikur kërkon të shpëtojë veten pas asaj që po ndodh me Belinda Ballukun? Ndryshimet në qeveri më duket se ja u lajmërova 2 javë para apo 3 javë para që Rama do bëjë ndryshime në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Drejtësisë, 2 ministri të cilat unë i dihet. Kisha sinjale në plot që ky do bënte lëvizje dhe këto lëvizje erdhën pas takimit që i dërguari i Shtetit Bashkuar të Amerikës bëri me qoftë me Ministrin e Mbrojtjes, qoftë me Ministrin e Brendshme, qoftë me Ministrin e Drejtësisë dhe me SPAK. Pjesa tjetër pastaj e lëvizjes së Ramës është një lëvizje dëshpëruese që Rama bën për të treguar që po lëviz dhe po bën ndryshime fal atyre kapitujve, se këtu e ka të gjitha ai, domethënë tek futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Një propagandë e Ramës e zakonshme dhe kërkon të mbuloj me këtë, kërkon të mbuloj të gjithë korrupsionin apo vjedhjet që janë bërë në Shqipëri apo në qeverisjen e vetë e Ramës. Kështu që këto lloj lëvizjesh nuk janë lëvizje të papritura, të themi, megjithëse të ndrosh gjysmën e kabinetit do të thotë që ka shumë, por ajo që bie në sy është që ministri i Drejtësisë vendosit Toni Gogu, pra vendosit një predikues i një feje pa fe, dhe Erman Nufi edhe ky është një predikues, edhe ky me fe pa fe. Të bën çudi domethënë futja e këtyre personave, dhënien e posteve kaq të rëndësishëm dy personave të tillë. Kjo është që duhet parë pak më me skepticizëm se sa lëvizjet e tjera që Rama bën brenda partisë apo brenda strukturës së qeverisë së tij. Ndërkohë, ju përmendët aspektin e integrimit në Bashkimin Evropian, po ndërkohë Edi Rama duket se po bën një lëvizje befasuese në këtë aspekt, duke qenë se gazetari gjerman Michael Martens ka bërë të ditur se kryeministri Edi Rama së bashku me presidentin serb Aleksandar Vučić ditën e nesërme pritet të publikojnë në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung një lloj propozimi për një projekt ndryshe sa i përket procesit në integrimin në Bashkimin Evropian, ku sipas tyre do të kërkojnë një projekt tjetër vetëm ato të aspektit ekonomik dhe jo politik. Si vjen kjo lëvizje një ditë, po themi, ose 2 ditë më saktë pas ndryshimeve në qeveri? Është Bashkimi Evropian po bën disa lëvizje të ndeshme apo të padeklaruara, ku gjëja kryesore është që kërkojnë të heqin veton. Në Bashkimin Evropian kërkohet hiqet vetoja. Pra, dhe duke hequr veton, çdo shtet pastaj mund të futet në Bashkimin Evropian pavarësisht nga kundërshtia që mund të kenë shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian, sepse dihet që të futja në Bashkimin Evropian duhet të marrë miratimin e çdo parlamenti i cili është në atë union. Por këtu janë interesat të cilat lidhen me Shqipërinë, lidhen interesat të qoftë edhe të pjesës e Bashkimit Evropian, pra shteteve të ndryshme të Bashkimit Evropian. Por ajo që është më kryesorja, po ta vëmë më re edhe lëvizjet që bën, që erdhi ambasador, erdhi ministri gjerman dhe bëri takime me SPAK-un. Do të shkojmë te pjesa e ministrit të jashtëm gjerman dhe do të diskutojmë aspektin sepse është i tërbuar Edi Rama në raport me Gjermaninë, gjë të cilën e pam edhe në fjalimin në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Por ajo që po pyesja pak më parë ka të bëjë me aspektin që pse Edi Rama strehohet te Vučići për të propozuar një projekt
tjetër antarësimin në Bashkimin Evropian dhe jo atë që ka të bëjë me aspektin politik. A ka frikë nga pjesa e ndëshkimit nga vetë Brukseli në këtë rast? Jo, Rama kërkon të futet në Bashkimin Evropian në një farë mënyre të qëndrojnë para dhomë, themi, më mirë. Të qëndrojnë para dhomë e Bashkimin Evropian. Pra, dhe këtë ta shesi si një fitore apo një triumf të tij që ky u fut në Bashkimin Evropian, pavarësisht se thash është thjesht të qëndrosh tek zyra sekretares, edhe të presësh takimin që kemi me ministrin. Kjo është e gjithë skema e Ramës që po kërkon ta bëj, dhe me këtë lloj skeme, me këtë lloj paradhome të themi që ai kërkon të futet me këtë lloj skeme që ka ndërtuar apo që pretendon që të funksionojë, kërkon pastaj të mbyllet të gjithë ato gojët e themi që kanë qenë gjithmonë kundra Ramës apo kundra çdo lloj propozimi që është bërë. Por mos harrojmë se edhe nga aspekti ekonomik, nëse të dëgjosh në Këshillin e Europës ishte një fjali shumë goditse ku nuk e vura ere ta kishte kap dikush, domethënë edhe nga mediat nuk e kapën, po partitë politike dhe politikanët tani jo, se ata janë politikanë herë. Por ishte një deklarim ku tha që pavarësisht nga të gjitha që janë bërë, letrat janë rregulluar, si më thënë, janë dakord me atë që janë shkruar, por do shifet sa ka ndikuar ekonomia tek qytetarët shqiptar. Kjo ishte fraza më përmbledhëse të themi në Këshillin e Europës, të gjithë fjalimet që u mbajtën atje, edhe pse disa ishin pro dhe disa ishin me vërejtje të thella, por thash ajo që ishte më kryesorja ishte që në Këshillin e Europës u deklarua tekstualisht që do shifet e gjithë procedurat themi, dhe të gjithë kjo rritje ekonomike që Rama e ka trumpetuar, zhvillimin e mthe, thash do shifet sa ka ndikuar tek qytetarët shqiptar. Dhe nëse do pyesim pastaj se sa ka ndikuar tek qytetarët shqiptar, gjithkush e jep përgjigjen sepse gjithkush në xhepat e tij e kupton çfarë ndikimi ka rritja ekonomike që këta e trumpetojnë me të madhe, sepse është e thjeshtë të bësh letra kur e ke shtetin në dorë dhe është tjetër gjë, dhe mos harroni dhe ishte edhe një frazë tjetër ku thosh pavarësisht se darka vajti në mënyrë të qetë, shumë e bukur, por ne thot nuk ram pre e Ramës në atë megalomanizmin e tij, në atë narcizmin e tij, por pam gjendjen reale në Shqipëri. Dhe këto ishin dy gjëra që Ramës i bien bom, themi, në këtë aspekt. Por gjithsesi ai kërkon, thash, sepse për sa i përket i statit e këtyre ka bërë letrat, i ka bërë në rregull. Ne jemi vendi që lulëzojmë dhe prandaj pretendon që të futet nga pikpamje vetëm ekonomikisht dhe jo politikisht. Sepse me futjen ekonomikisht, atëherë ky do dalë dhe do thotë ne jemi hapi edhe që jemi futur në Bashkimin Evropian, jemi pjesë tashmë e këtij, pavarësisht se është paradhom, është sikur që qëndrosh ke sekretari, asgjë më tepër. Zoti Merkoçi, madje mund ta quaj edhe ofendim për një shtet që të arrijë deri në këtë grad. Pikërisht pra, sepse shkon e strahohet te Vučići në kuptimin që së bashku me Aleksandar Vučić koncepton një projekt tjetër si ai Ballkanit hapur për t'ia propozuar Bashkimit Evropian. Dhe këtë shkrim pritet që ta botoj pikërisht në një nga gazetat më të mëdha gjermane siç është Frankfurter Allgemeine Zeitung, dhe ndërkohë që pam që në mbledhjen e grupit parlamentar Partisë Socialiste lëshoi edhe ato kritikat, po themi, kundrejt Gjermanisë, ashtu siç e kemi parë që edhe analistët rrotullti kanë filluar ta quajnë Gjermaninë dhe një shtet korruptuar. Por gjithsesi do rikthehemi te Gjermania në këtë rast dhe sa rrezikon Edi Rama nga vetë Gjermania dhe Bashkimi Evropian, por të fokusohemi pak te mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ju si e keni lexuar vetë shfryrjen e Edi Ramës në këtë rast, dhe apo shkon Edi Rama drejt fundit më sa ju keni parë? Gjëja e parë një që duhet të them edhe e kam deklaruar, kështu që për atë fjalim që ai mbajti 1 orë sa 2 orë
mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste, për mua çdo shqiptar duhet i vijë turp për ta pështyrë sobat Edi Ramën për atë lloj fjalimi që mbajti. Pjesa tjetër ishte ajo narcizmi që ai ka dhe mënyra për të treguar dhe të justifikuar çdo gjë dhe për të mbushur mendjen e grupit parlamentar për të votuar kundër heqjes së imunitetit të Belinda Ballukut duke i kërcënuar, madje duke i kërcënuar apo duke shantazhuar edhe nëpërmjet fjalimit të tij për sa i përket qoftë kancelarive europiane apo dhe vetë Amerikës. Jemi Gjermanin pikërisht ai e përmend për një fakt të vetëm, atë që kemi deklaruar që i vllai i tij është në dosjen e cila po hetohet apo po gjykohet në Gjermani. Emri i të vllait është i radhitur në ata për sa i përket call centerave e tjera. Call centeret kryesisht ka në Gjermani që po hetohet. Dhe emri i tij dhe prandaj dhe ministri i jashtëm i Gjermanisë erdhi dhe takoi direkt Spakun dhe nuk bëri asnjë lloj takimi tjetër. Kështu që Gjermania pak a shumë është më pranë dhe ai prandaj ka hedh me lojë edhe këto analistët e tij apo njerëzit e tij për të filluar dhe për të nxjerrur korrupsionin që mund të jetë, domethënë Gjermania shtet i korruptuar dhe mos harrojmë se në Bruksel ka vajtur dhe edhe themi drejtësia apo prokuroria e Brukselit është futur në zyrat e Brukselit ku ka marrë shumë materiale dhe në këto materiale ndodhet edhe Tirana për sa i përket të gjithë fondeve që janë marrë nëpër Bruksel dhe kanë kaluar nëpër Shqipëri dhe të gjithë lejet e ndërtimit janë bërë. Ju kam thënë që porti i Durrësit do jetë ai që do ju haj kokën të gjithë politikanëve pa përjashtim dhe nafta, patjetër edhe nafta. Por porti i Durrësit është më i prekshëm në aspektin sepse jemi pjesë e NATO-s dhe Gjermani patjetër është edhe ai ndërkryesorët, po themi në lider në Europë për sa i përket çështjeve politike dhe ekonomike. Kështu që jo më kot Spaku ditën e martë mori në dorë tashmë dosjen e portit të Durrësit, qoftë Porto Romano, qoftë edhe porti i Durrësit, se aty janë gjërat më të mëdha, mirë po aty është prek siguria kombëtare e Shqipërisë, por njëkohësisht edhe siguria e vetë NATO-s. Dhe duke qenë pjesë e NATO-s, patjetër që do ketë reagim, por në këtë dosje jeni të bindur që nuk ka absolutisht askush tjetër përveç se emrit të Edi Ramës. Se çdo gjë është bërë me Edin Ramën. Kisha një shkrim madje sot pikërisht për portin e Durrësit, sepse kam vite që unë bërtas dhe ulëras për portin e Durrësit, asa ndoshta njerëzit e kanë bërë çik kështu që më është bërë rutinë, si më thon, porti i Durrësit, por gjithmonë jam tek ajo pjesa e sigurisë kombëtare dhe jo vetëm siguria kombëtare, por kemi edhe prishjen e historisë apo zhdukjen e historisë së një kombi. Por ajo që rëndon tashmë tepër është sepse është edhe siguria e NATO-s apo siguria e Shtetit Bashkuar të Amerikës për sa i përket portit të Durrësit. Mos harroni se është porti i cili kalon droga, i cili kalon klandestinët, i cili është porti të cili ka thyer embargon. Duhet dini një gjë. Rama me portin nëpërmjet portit të Durrësit ka thyer embargon dhe ka sjell naftën e rusit dhe ka sjell në portin e Durrësit, në Porto Romano. Dhe kështu që gjithë kjo dosje prandaj dhe është marrë me qoftë me ndikimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sidomos me një forcë dhe ose themi me një porosi nga NATO për sa i përket Gjermanit. Dhe Gjermani tashmë prandaj po hap letrat për sa i përket Ramës. Sa do të luajë nuk të paktën tek porti i Durrësit Rama në çdo aferë tjetër mund të thotë, mund të bëjë portin e Durrësit e ka me firmën e vet, e ka me porosinë e tij, nuk e ka me absolutisht me tjetër. Zoti Merkoçi, duket se presioni ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama ka kaluar nga Washingtoni në Berlin dhe në këtë rast janë gjermanët ata që kanë marrë komandën kundrejt presionit që po ushtrojnë ndaj qeverisë shqiptare. Dhe në këtë rast ju e përmendët deri diku, a mendoni se vizita e ministrit i jashtëm gjerman në Spak
dhe hetimi i dosjeve të caktuara ku së fundmi përflitet edhe akshi kanë të bëjnë direkt me atë shqetësim ose më saktë që e kanë lënë pa gjumë Edi Ramën, apo edhe që u reflektua në fjalimin e tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste? Unë jo më kot ju thash që Porti i Durrësit do haj kokën, dhe akshi është brenda Portit të Durrësit, sepse është siguria kombëtare në Portin e Durrësit, tendrat që janë bërë në Portin e Durrësit, të kujt janë dhënë, qoftë këtyre biznesmenëve, po ta kapësh që ka Labari dhe deri tek një koncesion që ka pas Gjermania aty, dhe u shit koncesioni shkoi deri në gjykatë Strasburgut, pastaj e mori Kroati me një shumë 15 milionë euro, po nuk u deklarua asgjë, nuk është thënë asgjë dhe vazhdon trafikimi. Unë kam thënë edhe për sa i përket mbetjeve toksike, të cilat fatkeqësisht politika shqiptare, kur them politika këtu kam parasysh tashmë opozitën, sepse Rama normal nuk ka për ta deklaruar, heshtëm për 2 ditë dhe u desh një ndërhyrje e një organizate ndërkombëtare për ta bërë pastaj të bujshme, themi. Por ajo që ishte më kryesore, po në Port Durrësit kanë lëviz shumë gjëra, në Port Durrësit lëviz droga, në Portin e Durrësit lëvizin klandestinë, dhe në Portin e Durrësit ajo që është më thelbësorja pastaj janë mbetjet. Mos gabofshëm, ndoshta që ju e kam deklaruar kur ishte një anije e cili u drejtonte Portit Durrësit dhe kam bërë thirrje qoftë ministrit të asaj kohe, qoftë drejtorit të Portit Durrësit që të kthejnë anije mbrapa, dhe realisht ajo anije mas u kthye, vinte nga Malta. Por e gjithë ju thash jo gjithmonë duhet dali Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet dalin primare në atë goditje që bëjnë, është më e thjesht me Europën për ta bërë, dhe me sa duket Gjermania është bërë lideri i goditjeve ndaj korrupsionit, apo themi më tepër ka marrë porosit për ta zbërthyer tashmë këtë lloj qeverie që ndodhet në Shqipëri, e cila është jo vetëm për shqiptarët, për shqiptarët ky spyet se ky ka ndërtuar një mafia shtet. Unë kam thënë që Rama ka ndërtuar mafian shtet, dhe kjo është forma e mafias shtetit ndërtuar. Është pak sa e çuditshme që edhe vetë opozita nuk e pranon kurrë atë mafian shtet, nëse do ta shihni në fjalimin e tij Rama në fjalimin që mbajti te grupi parlamentar, dhe Rama përdori narkoshtetin. Sepse në akuza i përdori narkoshtetin, sepse i leverdis më tepër me narkoshtet se sa me mafia shtet. Narkoshtet sepse jemi një vend që ne nuk prodhojmë, ne jemi thjesht magazin e drogës, e pastrimit parave dhe të gjithë aferave të tjera. Kështu që Gjermania, ardhja e ministrit të jashtëm të Gjermanisë dhe takimi vetëm me Spakun dhe me asnjë tjetër, biles ishin takim, themi deri diku i papritshëm, dhe një takim që nuk pati as konferenca shtypi absolutisht asgjë, por bëri një takim dhe iku direkt, domethënë ishte një e çuditshme që ministri i jashtëm të vinë në Spak. Por kjo tregon ajo që ju kam thënë, që Rama është i dështuar qoftë politikisht, qoftë diplomatikisht, dhe nga pikpamja diplomatike Rama sinqerisht është i dështuar dhe është kundravers në atë që është politika e europiane, themi. Nuk po shkoj më tepër se sa Europa, po them thjesht në politikën europiane Rama është kontravers. Dhe po ta shihni të gjithë vendet e Europës e kanë abandonuar tashmë Rama, nuk është më ai lideri që dilte i komandonte, i bënte dirigjimin, bënte ato spektaklet. Tashmë të gjithë e kanë komanduar, e kanë abandonuar. Qoftë edhe Meloni që ky e quante motrën e vogël, edhe ajo e ka abandonuar Rama, nuk është më me të, nuk ka asnjë lloj komunikimi, asnjë lloj gjëje, kështu që pavarësisht se ky do mundohet, siç u mundua me bordin e paqes që shkonte atje, takonte Trumpit, tash ishte si një afrimitet dhe u pa botërisht, domethënë një injorimi që Trumpi i bëri qysh në prezantim, sepse e prezantoi thjesht përfaqësuesi i Shqipërisë kryeministri Rama, as emrin si ata. Po, dhe në fakt më pas nuk zhvilloi as takime të nivelit lartë, ndryshe nga sa ndodhi me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani,
e cila u prit nga sekretari amerikan I shtetit Marco Rubio. Unë e deklaroj që Rama nuk mundet shkonte në Amerikë nëse nuk do të ishte ndihmuar nga opozita shqiptare. Nëse opozita nuk do të binte pre, apo më vështirësia apo dakordësia e opozitës, nuk di si ta them, por nëse opozita shqiptare nuk do t'i kisha dhënë votat e Ramës për të qenë pjesë e atij bordi, them se Rama nuk do ta kalonte oqeanin. Ishte sepse shumë njerëz e kanë diskutuar këtë dhe kanë thënë ja e kaloi oqeanin, po mos harroni se edhe Grama Zruçi kur ka qenë kryetari I Kuvendit, megjithëse ishte non grata në Amerikë, kur ishte mbledhje të Kuvendit vajti në Amerikë. Kështu që ai lloj ligji që ai bëri me ngulm të madh, duke ignoruar totalisht opozitën dhe opozita ra pre e tij dhe I dha votën, e bëri që ai domosdoshmërisht se ishte ligj me emër nominal, nuk ishte ligj si kryeminist apo si kështu se do shkonte presidenti, por ja u dha votën dhe unë e deklarova atëherë, ja çoi peshqesh Trumpit në tavolinë. Ajo që bie në sy pastaj që politika shqiptare nuk ka absolutisht asnjë lloj takimi, jo Rama, po edhe politika shqiptare në tërësi nuk ka asnjë lloj takimi me administratën, me departamentin e shtetit, me administratën Trump. Çuditërisht jemi në nivelin 0 apo minus për sa I përket marrëdhënieve Shqipëri-Amerikë, pasi të gjithë trumbetojnë si aleati strategjik, të gjithë trumbetojnë si pjekës të politikës amerikane, por çuditërisht nuk kemi po Trumpi të paktën një vit që ndodhet si president, një vit e saj, dhe nuk ka asnjë zyrtar I jon, asnjë politikan I jon, nuk ka asnjë takim me. Zoti Merkoçi, të mbetemi sërish te Gjermania, ku aludohet në media se ka pasur një telefonat të tensionuar mes kancelarit gjerman Merz dhe kryeministrit Edi Rama. Ju sa e besoni se mund të ketë pasur telefonat të tillë, duke nisur edhe nga shqetësimet e vetë Edi Ramës ditët e fundit, por edhe nga shqetësimet e vetë gjermanëve në raport me atë që po ndodh në Shqipëri? Nuk është puna se çfarë po ndodh në Shqipëri, duhet kuptojnë është telefonat e cila vërtet ky mendon dhe gjykon se atë që bëri tek bordi I paqes me Trumpin, kur I kërkoi Trumpit që të ndërhyjte në gjykatën speciale për Hashim Thaçin dhe atë ka kërkuar përsëri tek gjermanët që të ndërhyjnë për të fshirë emrin e vllajt të tij, I cili është bashkë me atë Josifin, janë për call centerat në Gjermani ku kanë vjedh lekët e europianëve. Nëpërmjet skemës së call centera kanë vjedh parat e europianëve dhe unë ju thash pak më lart që dosja e Olçi Armës është emri I Olçi Armës në dosjen e hetimit të Gjermanisë. Nuk di nëse ka filluar gjykimi apo nuk ka filluar, por në hetim të plot apo në mbylljen e saj janë. Dhe pikërisht kjo e ka acaruar akoma më tepër Ramën, pikërisht sepse I del emri dhe mos harroni se janë po gjerman për çështjen Zibraka, ku Spaku arriti të japi atë lloj deklarate ku deklaroi që nuk është identifikuar si Olçi Rama, por nuk është identifikuar personi akoma se kush ishte në kufij. Dhe e gjithë Zibraka ka qenë po me gjerman. Domethënë hetimi ka qenë I gjermanëve dhe aksioni ishte I gjermanëve, u dekonspirua në Shqipëri, aq sa u largua personi në fjalë. Kështu që gjermanët janë tepër të ndjeshëm për sa I përket hetimeve dhe emrave që kanë dalë, mos harroni se janë edhe në SKCC që janë të përmendur emri I Ramës del gjithkund, apo edhe I vllajt të tij del në këto. Kështu që në Gjermani, thash edhe një herë, ka marrë përsipër si duket atë rolin kryesor për sa I përket luftës kundër drogës, krimit të organizuar, kundër korrupsionit dhe pastrimit parave. Dhe ajo që është më kryesorja është se qoftë në dështimin që pati, se gjermanët e quajnë dështim atë operacionin Zibrakës, dhe nuk duhet dështojnë më tek call centrat që e kanë totalisht në hetim dhe prandaj kanë kërkuar dhe një bashkëpunim me Spakun. Dhe Rama në pik
kur SPAK-u nuk mundet më ta komandoj, unë kam thënë që Rama nuk e komandon më SPAK-un, e komandonte deri diku kishte një farë përpas së ardhjes së FBI-s, domethënë rikthimit të FBI-s në SPAK, dhe DEA-s amerikane nuk e komandon më dhe nuk kam absolutisht asnjë lloj influencë në SPAK, pavarësisht se trumpetohet apo bërtitet e thohet se Rama komandon SPAK-un. Zoti Merkoçi, çfarë ndodhi me Belinda Ballukun, ku tashmë ajo nuk është më zëvendës kryeministre, kemi një tjetër zëvendës kryeministre siç është Albana Koçiu, dhe nga ana tjetër, a do të hiqet imuniteti Belinda Ballukut apo ajo vijon ende që ta shantazhoj Edi Ramën dhe mund ta mbaj peng ato deri në një moment të dytë, pra derisa të hiqet imuniteti për të hapur rrugën edhe SPAK-ut në mënyrë që të bëjë të mundur arrestimin e saj. Unë kam thënë që Edi Rama nuk ka probleme me Belinda Ballukun për sa i përket SPAK-ut apo drejtësisë e cila ndodhet me Belinda Ballukun. Belinda Ballukun, nëse Rama në momentin që Belinda Balluku ka dalë nga SPAK-u si e pandehur, unë kam deklaruar dhe kam thënë që Belinda nuk jep dorëheqjen dhe Rama për ta heq Belinda Ballukun pa një vendim gjykate. Dhe kjo arsyeja i ka qenë gjithmonë, unë kam mbështetur gjithmonë atë idenë dhe kam deklaruar gjithmonë që do plasë lufta e rrugës. Pra, ta kuptojmë një herë mirë, Rama nuk ka problem nëse Belinda Balluku arrestohet apo nuk arrestohet. Nuk ka se çati nxjerri Belinda Balluku Ramës, sepse të gjitha dosjet, të gjitha aferat shkojnë dhe përplasin tek Rama, të gjitha bisedat e telefonave, të gjithë mesazhet e telefonave shkojnë po te Rama. Kështu që nuk ka, domethënë Rama nuk është se është i varur nga Belinda, se po u arrestu Belinda do ashtu. Rama ka e para gjën që ka luftën me, domethënë rezistencën e grupit Belindës, themi, me Rama, me kokën e vet. Ktu flitet për kokën e vet. Nuk flitet për Ramën. Ramën a ikën Rama nga posti i kryeministit ose nga posti i kryeministit. Unë pa ta thënë që Rama më kollaj e ka të firmosi largimin e tij se sa Belinda Balluku pa pasur një vendim gjykate në dorë. Dhe fal Gent Ibrahimit, Rama luajti në gjykatën kushtetuese duke nxjerrë një vendim pa vendim. Pra, merr një vendim që mos ketë vendim, dhe këtë e bëri për precedent, për shumë arsye të tjera. E bëri precedent për të thënë SPAK-u që nëse ti do marrësh përsëri një pezullimi për X apo Y-in, apo qoftë edhe për vetë Ramën, atëherë unë do ta dërgoj në gjykatë kushtetuese e Rishtas. Pra, i dha të lirë hapësirë për të vepruar. Gjëja kryesore. Pra ju thoni se dakord, po të mbetemi te pjesa e raportit të Edi Ramës me Belinda Ballukun. Pra ju thoni më shumë se sa një raport institucional tashmë shndrohet në një raport personal, pra një përplasje personale. Kjo është konflikt rruge, unë u them prap. Është konflikt rruge, nuk ka lidhje me institucionin fare. Të gjithë unë i shoh, të gjithë pretendojnë se nëse do arrestohet Belinda do nxjerrë Ramën. Në të njëjtën kohë që letrat janë aty, të gjithë aferat janë aty. Pra vetë dosja e Belinda Ballukut është dosja e Edi Ramës. Ajo dosje ka emrin e Edi Ramës aty. Tash, nëse para 2 ditësh u mor nga SPAK-u dosja e Portit Durrësit, tash Belinda Balluku është ke Portit Durrësit, po them, po është Edi Rama. Sepse të gjithë koncesionet dhe të gjitha tendra që u bë tender pagar, u bë çdo gjë, domethënë urgjente, ligji, gjitha është Edi Rama. Nuk ka si çal. Belinda Balluku është zari, themi, në kuptimin figurativ. Është manikini. Të gjitha e manikinet e Ramës. Nuk bëjnë dot këta asgjë pa Ramën dhe këtë jo se e them unë, apo kjo është në çdo bisedë, është publike, them. Dakord, e drejt, po pse nuk e lëshoi Belinda Ballukun pa aq lehtë sa të lëshoi dhe Arben Ahmetajn? Është lufta rrugës me po ju them.
Rama shkërcënu për këtë punë, nëse ti do ta shkarkosh, do ta heqësh ti koka, do çaf është 1-1 bëj 2 këtu më. Nuk ka me Belinën, unë pa ta thënë, pa një vendim gjyqi dhe vendimin e gjyqi, pse ju thoja që pa një vendim gjyqi? Sepse Rama kërkonte nëpërmjet një vendimi gjyqi, Rama të kërkonte të justifikonte shkarkimin e saj. Pra ta justifikonte tek pjesa e Belindës. Po jo se kishte hall me Belindën si Belindë më. Si Belindë e merrte e ishte në sekondaj. Po t'ishte thjesht si Belindë. Si qoqi Piero Pali në sekond, pap. Pa e pit fare, sa ngeli u shtanga jo. E kuptoni, do me thonë nuk ka Belinda Balluku, po ju them që Belinda Balluku nuk ka qenë pjesë e Ramës për të qenë zëvendës kryeministre në mandatin e 4 të Ramës. Në mandatin e 4 të Ramës, zëvendës kryeministre dhe ministre e jashtme ka qenë Lea Ypi e caktuar nga Rama. Ka qenë 2. Kjo që u bë ministre e shëndetësisë dhe Lea Ypi. Soros komplet do mbyllesh qarku, se kërkonte pasardhës të tij. Dhe në 2027 Rama pretendonte të kalonte në presidencë. Dhe Lea Ypi do bëhesh kryeministre. Ja, kanë qenë qartë, në sekondet e fundit është ndru. Dhe Belinda Balluku është vënë aty me urdhër. Dhe këta që kanë dhënë urdhër për Belinda Balluku, këta e mbajnë Belinda. Se kush e mba? Kush e mba Belinda? Thjesht si Belinda? Ju mendoni se thjesht si Belinda? Absolutisht nuk pyetej për Belinda fare. Nuk pyetej se shkojnë spaku apo su arrestu Belinda. A flet apo s'flet Belinda? Do me thonë kjo shpjegon edhe atë po themi akuzën e Spakut ose evidentimin që bëri Spaku që ka pasur grupet fuqishme të strukturuara kriminale që kanë kërcënuar dëshmitarët për po themi me orientimin e Belinda Ballukut. Po mu ka dalë goja mrapa për këtë. Ose të them që jam i vetmi njeri që kam hedhë këtë lloj argumenti, këtë lloj alternative. Unë s'kam thënë që Belinda Balluku nuk arrestohet, po arrestu Belinda Balluku do ikë Rama. Jo, unë kam thënë, po iku Belinda Balluku, Ramës ikën koka. Plas lufta rrugës. Oje, kuptoni se ku është situata në Shqipëri apo se kuptoni? Oje, kjo ka ndërtu mafja në shtetet dhe mi po tek mafja kjo kështu funksionon. Mafja kështu funksionon në këtë lloj forme. Nuk funksionon mafja se e arrestu në X-in apo Y-in, se çfarë do thot Belinda. So nuk e di se çfarë do të tregoj Belinda. Do tregoj korrupsionin, vjedhjet, do tregoj çfarë. Çfarë bëri Belinda kur shkoi në Zvicër? Dhe çfarë ndodhi në Amerikë? Ti gjen këta gazetarët investigativ që dalin edhe tregojnë pralla rrugës. Çfarë ndodhi, pse s'ndodhi dhe pse iku në Bullgari? Pse u kthy Belinda? Se Belinda po t'ishte ashtu kërkonte ikte, u zhdukte. Po kthimi Belindës kishte siguri që kthehesh. Akoma nuk e kuptoj se si po funksionon ky palavoz pushteti, se s'ka shtet, tu vetëm pushtet, ju e pa që shteti kemi ne. Një president që shkon Maqedoni për kthimin shqipe ve kufje. E kuptoj se çfarë degenerimi kemi ne. Gazetari e pyet shqipa i ve kufje e do për kthim. Ky lloj përfaqësimi jemi ne. Në këtë lloj drejtë jemi. Të kështu i ka marrë gjithë këta. Të gjithë kështu i ka marrë. Manikina, të gjithë njerëzit e korruptuar i kanë qeveri. Të gjithë njerëzit e korruptuar i kanë pushtet në funksion të Ramës. Të gjithë në funksion të Ramës. Ai po bën lëvizje të papame. Tash ne dy predikus fesh që janë pa fe, dalin njëri bëhet ministri i drejtësisë, tjetri ministri i mbrojtjes. Hoxhi vëngun që ishte precedent, duhet të shkojë ushtar në Greqi, kërkonte Greqia tash na vuni predikus. A ka, domethënë, a mundet në një shtet të tillë të ndodhin këto?
S'funksionon shteti. Nuk funksionojnë bandat. Në këtë rast, po, në këtë rast sa i përket lëvizjeve në qeveri, si është e mundur që hoqi Elisa Spiropali nga Ministria e Jashtme, a mendoni se ka këtu një hakmarrje qof nga grupi i Belinda Ballukut apo vetë personalisht ajo, apo nga ana tjetër Edi Rama e ka parë si një reagim të egos së tij, duke qenë se Spiropali zhvilloi disa takime në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk po themi të nivelit lartë, por po themi mjaftueshmërisht të nivelit saj. Që Elisa Spiropali bëri takime në Amerikë nivelit lartë apo nivel ku diun, tash një ministër e jashtme, domethënë mos arrit futet departament shtetit, nuk është ministër e jashtme. Unë kam thënë edhe prapë them në Ministrinë e Jashtme të vjen keq që për 35 vjet nuk arritën të bëjmë një krye diplomat. Por s'kemi diplomat, është normal që s'kemi as krye diplomat. Në një njeri me potencë. Ka është tash Elisa Spiropali me faj ikonik, duket idiotizmi më i madh. Por Spiropali është grupi tjetër i cili mund them në bindje të plot që ajo që kam thënë gjithmonë që Rama vërtet ka 83 mandate deputetësh, por nuk ka vota të mjaftueshme për të mbrojtur imunitetin e Belinda Ballukut apo çdo njeriu tjetër në atë parlament. Dhe do të shohim një përplasje tjetër tashmë brenda sallës parlamentit. A do ta heqin imunitetin apo do ta heqin? Do të jetë Rama prandaj po kërcënon, prandaj edhe po e mbledh grupin parlamentar dhe atë gjithë kohës që ai vazhdon me grupin parlamentar, takimet që ai bën, apo lëvizjet që ka bërë për të pikërisht për të kërcënuar këto lloj individësh apo grupime që janë brenda Partisë Socialiste, të cilët janë kundër Ramës, apo themi është grupi Velia nga një krah dhe grupi tjetër, grupi i Ramës nga krahu tjetër. Do shohim në parlament se si do sillen dhe prandaj ai bëri atë lloj manovrimi kur deklaroi që do përgjigjem për sa i përket imunitetit të Belinda Ballukut pas raportit të Ulcimanjës. Jo, raporti i Ulcimanjës do ta bëjnë zyrën e Ramës, me asnjë zyrë tjetër s'ka ku e bë. Kështu që gjithë atë tallavin që ka bërë, nëse dëgjuat edhe atë deklarimin që bëri që kemi marrë specialist francez dhe italian për sa i përket ndryshimeve në kodin e procedurës penale. Pra, atë nen që ai kërkon ta heqi, kërkon ta shesi sikur e ka marrëdhënie me ndërkombëtarët dhe me Europën kryesisht, dhe jam në atë linjën europiane që njerëzit dënohen apo shkarkohen vetëm me vendim të formës prayer. Dhe harron tashmë u kujtua Rama që në burgjet shqiptare ndodhen më tepër të pafajshëm se sa të fajshëm dhe harron. Dhe tashmë u kujtuan që në drejtsinë shqiptare, nëse do marrin atë përqindjen në drejtsinë shqiptare, ne nuk kemi pafajësinë në drejtsinë shqiptare. Pra, Zoti Merkoçi, duhet të ndalem tek një aspekt që ju e keni prekur me shumë të drejtë më parë dhe argumenti juaj u vërtetua me ndryshimet që bëri Edi Rama së fundmi në qeveri, ku siç e theksua dhe pak më parë, keni theksuar edhe më parë që Edi Rama vërtet ka 83 mandate, por nuk i ka votat, pra në kuptimin e asaj fryme që ndoshta ka krijuar edhe vetë brenda radhës së Partisë Socialiste. Në këtë rast, ju si e shikoni, a do nis një përplasje e madhe brenda vetë Partisë Socialiste, brenda vetë eksponentëve të saj kundrejt Edi Ramës, apo tashmë kemi të bëjmë thjesht me politikanë të bindur brenda Partisë Socialiste? Nuk kemi të bëjmë me politikanë të bindur, kemi të bëjmë me politikanë të korruptuar. Gjëja e parë, ai po i kërcënon të gjithë, po i kërcënon me dosjen. Nuk është problemi se ai po i kërcënon me gjë tjetër, ai po i kërcënon thjesht me dosjen. Dhe gjatë gjithë kohës Rama i ka mbajtur me të ngrohta, duke ju thënë se spakun e ka ai në kontroll. Ata janë ata që e kanë spakun, ata janë ata që e bëjnë spakun, mos harroni se edhe i shoqi pak, unë kam thënë që Rama i ka 83 mandate, por nuk ka
nuk ka votat për ta mbrojtur imunitetin e Belinda Ballugut apo çdo njeriu tjetër aty në atë sallë, prandaj kërkon edhe të bëjë ndryshimet e kodit të procedurës penale, sepse ai e kupton që nuk i ka votat në parlament dhe ndryshimin e kodit ai mund të arrijë ta bëj, sepse i leverdis edhe politikanëve tjerë ai lloj ndryshimi, por votat aktuale për të mbrojtur Belinda Ballugun nuk e ka. Aktualisht, tashmë që flasim, mos harrojmë, kam thënë që është një votim i hapur, sepse kur bëhet votimi për heqjen e imunitetit, bëhet votimi i hapur, nuk bëhet votimi i mbyllur, dhe përplasjet që ka dhe po dëgjosh edhe atë fjalën e Spiro Palit, që ishte vërtet ishte edhe ajo përdorja të kërcënimin, se jam mësuar tashmë që kërcënojnë apo të hedhin me kode ato mesazhet e tyre, kur tha që nuk ma pret dot karrierën se unë jam ajo që jam e kam marrë vetë këtë karrierë, e kuptoj dhe vërtet më hoqi nga ministri apo ma pret dot karrierën politike. Domethënë, edhe kjo ishte një shpërthim i Eliza Spiro Palit në mënyrë të frenuar patjetër, se ja shkruaj gjafa këto lloj raportesh këty, nëse ata s'dinë gjë vet, po ka rëndësi. E rëndësishme është që ka përçarje të thella. Unë kam thënë që nëse do vi një moment që Partia Socialiste do shkërmoqet më ke se sa, apo do bëhet më ke se sa që ishte PD-ja, do ketë një shkërmoqje totale, sepse të gjithat që janë aty brenda janë me dosje dhe ai tashmë po i kërcënon thjesht me dosjet. Rama të gjithë kërcënimin që ka shi deputet dhe ka thjesht me dosje. Po a do jenë në gjendje këta persona, unë e kam thënë edhe prapë them, që para ambasadës amerikane apo të dërguar të Europës apo të vetë spakët që do jenë pranishëm në sallë, a do jenë zotë këta ta ngrenë karton të ta marrin përsipër këtë lloj barre, duke pas parasysh edhe votimin që u bë i fundit, në ligjin i fundit që u bë në parlament, kur mori vetëm 67 vota, Rama mori vetëm 67 vota në atë ligj dhe Niko Peleshi pastaj bëri atë lojën sikur nuk e kishin kuptuar mirë, se nuk e kishin bërë mirë, por do të thotë që ai ligj nuk u kalua pikërisht sepse Rama nuk i bëri dot votat. Kjo ndoshta ishte sinjali i parë që u kalua, domethënë. Tash do shohim se çfarë do ndodhi në parlament për sa i përket heqjes imunitetit. Unë them se Rama nuk do t'i bëj dot 71 vota për ta mbrojtur Belinda Ballugun. Nuk di sa do jemi sakt në këtë pikë, po gjithmonë jam shtet me këtë teori që Rama ka 83 mandate, por nuk ka votat për të mbrojtur Belindën në sallë të parlamentit. Dhe ai prandaj ka shtyr gjatë gjithë kohës, e ka shtyr, ai madje ka kërkuar që të kalote edhe 3 muaj si afati 3 mujor, që të rrëzohesh ai kërkesa e spakut në mënyrë automatike, në mënyrë të hershme domethënë. Ka ngel gjithçka në dorë të parlamentit, po presioni ndërkombëtarëve ka shi parlamentit tashmë shumë i madh dhe them se do të hiqet imuniteti për vetëm arsye duke parë edhe zhvillimet se si janë bërë gjithmonë në parlament, që me urdhra apo me një SMS ne arritëm të votojmë ndryshime 58 nene të reformës në drejtësi tutës, pra me një SMS u bë dhe të gjithë ishin 100% si as vend tjetër të botës, ne ndryshuam kushtetutën me 100% të votave. Kështu që kam bindjes do shpërthej në ky do jetë momenti që do shpërthejnë grupet brenda Partisë Socialiste. Në këtë rast, kush është ai eksponent më i fuqishëm brenda radhave të Partisë Socialiste i cili mund dal hapur kundër kryeministrit Edi Rama? Nëse do ta shihni dhe fjalimin që majti Rama në grupin parlamentar, të letë të nënkuptoj, apo e tha me nënkuptim Gjafa. Fatmir Gjafa është ai që komandon të gjithë ta grupin tjetër, anti-Ram themi, është Fatmir Gjafa ai që komandon. Dhe thash, po ta shihni në fjalimin e tij, ai e përdori atë fjalën që dikur ishin reformat dhe ishin për reformën drejtësi, ata që bën reformë tash janë kundra, tash këtë
I dha sinjalet, kur që dëgjoj më vonë, i dha sinjalet që të gjitha bishin mbi Fatmir Xhafa. Dhe Fatmir Xhafa ka qenë gjithmonë, ka qenë pjesë e Erion Velis, kështu që nuk ka ndonjë gjë të re në të mes. Sepse Fatmir Xhafa është ai që ka investuar te Erion Velia dhe që e ka marrë Erion Velin. Po sa i përket largimit të ministrit të mbrojtjes Piro Vëngu, mendoni se ka një prapasken në këtë rast kundrejt shkarkimit të tij, pasi aludohet se shkarkimi i tij ka ardhur për të parandaluar një lloj arrestimi, po themi në detyrë, po themi thonjza ndaj Vëngut, lidhur me aferën e Porto Romanos, ku së fundmi Spaku ka marrë në duar edhe dosjen e kësaj afere. Unë jo më kot ju kam thënë që Porti Durrësit ju haj kokën e gjithë, por përsa e përket Piro Vëngut, ka pas shumë dyshime tek Piro Vëngut dhe një nga presionet kanë qenë të NATO-s, nuk kanë qenë të askujt tjetër përveç të NATO-s, se thash ka pres sigurinë e NATO-s përsa e përket portit të Durrësit, sepse porti është pika nyje në Mesdhe përsa e përket Mesdheut flasim, dhe porti Durrësit është porti më i vjetër, porti i cili ka pasur gjithmonë ardhje të anijeve të NATO-s apo të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra është një port i cili unë njihesh mjaft mirë, dhe po të hapni dhe të shikoni tek faqja e NATO-s, nuk e njeh NATO, nuk e njeh portin Porto Romano, por njeh portin e Durrësit. Nuk e ka të hequr portin e Durrësit strategjik të janë dhe të vendosit Porto Romano, por ka gjithmonë vetëm portin e Durrësit. Kështu që Piro Vëngu ka qenë drejtor i portit të Durrësit, mirë po lidhje që Piro Vëngu ka me Greqinë, apo mos harroni se është ndaluar dhe një nga gjendar më të lartë të NATO-s në Greqi, i cili ka dhënë gjithë informacionet rusëve dhe kinezëve. Dhe unë kam thënë që Rama është i lidhur me agjenturën kineze më tepër se sa me agjenturën. Zoti Merkoçi, ditën e sotme Edi Rama mblodhi qeverinë, pra së bashku me ministrat e ri, po ku natyrshëm mungonte Belinda Balluku, por ajo që u vure ishte mungesa e Elisës Spiropalit dhe Piro Vëngut. Në këtë rast, a ka nisur, po themi, një përçarje mes radhëve të besuarve të Edi Ramës, pra dikur përmendim këtu Elisa Spiropalin, dhe çfarë do të thotë për vetë Edi Ramën ky ndryshim në radhët e qeverisë, apo shkon Edi Rama drejt fundit ti, pra pavarësisht se po shtrëngon dhëmbët, në fund të fundit do të shkojë të përballet me drejtësinë? Rama e pare herë që nuk ka misi dhe nuk ka shok. Rama nuk ka shok. Nuk ka majtë një herë shoqë. Gjithë jetën e tij. Paktën e njoh që fëmijë dhe e di shumë. Ndërtimi dhe ai është kjo është taktik. Rama të gjithë i ka përdorur dhe i ka hedhur. Në momentet e caktuara i ka marrë, i ka përdorur, i ka hedhur, i ka bërë, i ka mbajtur njëri Rama. Në gjithë jetën e tij nuk ka mbajtur njëri. Por ajo që është më kryesorja do të kuptoni një gjë, që Rama nuk i shpëton të drejtësisë, pavarësisht nga lëvizjet që ka bërë. Po unë jo pa qëllim kam thënë që Rama ta vjedhë, sikur do e bëj bukur, do e bëj një shtëpi apo do e bëj në. Rama është i akuzuar në për jo vetëm për çështje politike, por ato një dhe për lidhje me agjenturën. Domos në atë kinezën, e cila është vetë në lojë, pasi ka ndërtuar një cila u bën në Frankë dhe në Amerikë. Dhe është i protagonisti kryesor, dhe Rama do të përgjigje dhe të gjitha këto bëhen pikërisht në momentet tashmë që unë pa të thënë që Amerika po përdor një stil tjetër tek Rama, dhe jo atë stilin e Maduros që shkoi e arrestoi atje dhe po përdor një stil tjetër, atë të zhveshjes politike të tij dhe dhe Rama e ka zhvesh gjatë gjithë kësaj kohe e ka zhveshur në sytë e popullit shqiptar, por duke zhvesh
në sytë e popullit shqiptar e zhveshët dhe në kashin ndërkombëtarëve. Dhe Rama tashmë ka ngel themin si ai peshku pa ujë, sepse është tharë rezervuari. Të gjithë këta që Rama i vendos, i heqe, i bën, i vendos, nuk kanë një peshë politike të madhe të cilët mundet që Rama të mbaj, sepse kur ti je një lider, gjëja më kryesore është paneli që ke. Rama tashmë nuk ka paneli, ju ka fik paneli Ramës, nuk ka asnjë. Filloi me Angela Gaçin, që largohet nga detyra, ikën domethënë, ka 2 muaj që nuk është dhe ai u kujtu masi muaj gjysmë thonë që më solli dorëheqjen. Dhe filloi pastaj me gjithë tjerë, domethënë me Beqaj, me Velia, me gjithë që janë apo në dyert e Spakut, po t'i shohësh me Akshe, ai arriti deri aty, domethënë sa të mbronte atë taksit, thotë se ishte heroinë e punës socialiste ajo, dhe Rama po e mbronte me pathos të madh, sepse aty aty kalon çdo lloj korrupsione dhe çdo lloj afere dhe fatkeqësisht ne nuk e kemi në kodin penal, po në tradhti kombëtare që ka bërë Rama, për sa i përket Tikomit dhe genocidit që ka bërë karshi shqiptarëve. Shitjen e Trojës që ka bërë Rama, normalisht duhet kishte në kodin penal për sa i përket tradhtisë kombëtare dhe ne nuk e kemi. Kështu që Rama tashmë drejt fundit, këto janë gramat e fundit të Ramës, nuk di, vjen edhe në 90 ditë që Trump e ka deklaruar për sa i përket Ballkanin, dhe do të shohim tashmë se çfarë do ndodhë. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizat këtu në Agora News. Deri dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.